kur Hatixha, gruaja e pejgamberit alayhi salatu wassalam, ishte në momentin e vdekjes, Allahu i madhruar dërgon melekun Xhebrail që të zbrese në tokë, e ti drejtohet pejgamberit të Zotit duke i thënë: o Muhammed, përcjellja selamet bashortes tënde. Cila ishte bashortja e pejgamberit alayhis salam? Hatixha, e cila ishte në momentin e vdekjes dhe Allahu xhaleshanu dëshiron ta siharitsoje, duke i quar selam dhe duke i thënë: Allahu xhaleshanu të premton një pallat prej diamanti në xhenet, në të cilën nuk do të kesh as dhimbje, as lodhje e as mërzia. Zoti xhaleshanu na bëft prej atyre njerëzve që vërtet të jemi të dashur tek Zoti xhaleshanu, të veprojmë punë të mira që ta arrijmë kënaqësinë dhe dashurinë e Allahut xhaleshanu.